na kemi dash me po disa aktivitete të ndryshme që të tregojmë që jemi aftë për në shumë fusha të jetës, si çdo person tjetër. Këto punime e kemi bërë na 4 çika me mu, edhe 3 tjera, po kjo është një punë grupore. 3 javë e fundit na e kemi punu në atë punime me shumë përkushtim, edhe për herët e parë punimet e kemi nisë prej fillimit deri fund vet, ashtu që kemi mendu që do të duken bukur, edhe kur nuk u konë bukur, ka ndodhur që një tabak e kemi bë 2 herë, sepse nuk na ka pëlqyer pamja e parë që kemi bë. 4 vitet e fundit miremi me këto, po kur gjithmonë jemi konë me mësuese aty të na ndihmon, të na tregon, të na këshillon. Si vjet pasi s'kemi pas përkrahje prej asnjë për jamën e distrofisë, atëherë kemi vendosur vetëm me bë edhe vetëm me nis, sepse kemi pas do material që ne ka mbet prej viteve të kaluar, edhe kemi dashur me shfrytëzy për këto punime shitse të tregojmë që edhe na jemi pjesa e kulturës, edhe pse drejtoria ose komuna në një farë mënyrë na mohon këto pasi na kanë refuzuar për projekte për kulturë. Do të blej material për punime të tjera, se pasi nuk kemi mbështetje tjera, na duhet prapë me ato mjete që fitojmë, e bëjmë material tjera si ngjyra, si tabaka e dryri që nuk janë gatshme, se na duhet me pastaj me ngjyros edhe me përgatit për shitje. Edhe na herë nëse fitojmë më shumë e bëjmë një si piknik, relax ashtu, sadopak si një stimulim për vajzat e bëjmë.